Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Thuaj se her pas here në shoqërinë tonë dëgjojmë për ngjarje të cilat e prekin dhe lëndojnë thellë në shpirt gjithsecilin prej nesh. Ko pas kohe dëgjojmë për njerëz të moshave të ndryshme, të vendeve të ndryshme, të cilët vendosin të kryejnë një akt i cili është shumë i vështirë, i cili është shumë i rëndë dhe njihet si akti i vetvrasjes. Që njeriu të arrijë deri në atë pikë sa që të marrë këtë lloj vendimi me anë të së cilit e mbyll jetën e tij në një formë të dhimbshme dhe gjithashtu duke shkaktuar lëndim e duke përhapur gjithashtu shqetësim e frikë në shoqërinë ku ai bën pjesë. Sot do të mundohemi shkurtimisht të analizojmë se çfarë këndvështrimi ka Islami rreth këtij fenomeni, rreth kësaj dukurie e cila duket që është vazhdimisht në rritje. Gjithashtu do të shohim se çfarë zgjidhje dhe alternativash ofron feja jonë për ta lehtësuar dhe për ta parandaluar këtë fenomen nga i cili rrezikohet shoqëria. Allahu xhalleshanhu na dhuroi atë që quhet jetë, e cila është një dhuratë e shtrenjtë, e cila është një amanet për gjithsecilin prej nesh. Zoti i gjithësisë na përzgjodhi ndërmjet gjithë krijesave të tjera, siç thotë në Kur'an, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Ne e kemi nderuar, thot, njeriun, e kemi nderuar birin e Ademit. Kjo do të thotë që prezenca dhe jeta e tij mbi sipërfaqen e tokës është e shtrenjtë, madje më shumë se sa kaq është e shenjtë. Islami zbriti dhe erdhi për ta mbrojtur këtë të shenjtë, për ta mbrojtur jetën e gjithsecilit për nesh. Prandaj thot: "Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq." Mos e merrni padrejtisht atë jetë që Zoti e cilsoi si të shenjtë. Zoti i gjithësisë e cilsoi atë si të shenjtë. Zbriti këtë fe, këtë sistem me anë të së cilit ne mbrojmë veten tonë, mbrojmë jetën tonë, mbrojmë mendjen tonë, mbrojmë pasurinë tonë, mbrojmë brezin tonë, mbrojmë vetë fen tonë. Prandaj njeriu duhet ta kuptojë këtë amanet. Pa kjo nuk është pronë e jona me të cilën ne mund të veprojmë ashtu siç duam dhe siç jemi të kënaqur, por është një amanet i besuar nga Zoti i gjithësisë në mënyrë që ne ta jetojmë atë në bazë parimeve që Zoti ka vendosur, në mënyrë që ne të kuptojmë qëllimin se pse ekzistojmë, në mënyrë që besimtari në bazë të viteve të jetës të arrijë të shtojë veprat e mira, të jetë kontribues sa më shumë i të mirës në shoqërinë ku ai jeton. Besimtarët përpiqen që të shpëtojnë jetë dhe kurse që të marrin jetën e vetes së tyre apo jetën e dikujt tjetër, sepse Allahu thot në Kur'anin famullar: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ai i cili vret një qenie njerëzore padrejtësisht, ai i cili merr një jetë njerëzore e cila nuk ka kryer vrasje, nuk ka vrarë dikë tjetër, apo nuk ka sjell shkatërime, çrregullime në tokë, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Dhe kush arrin të shpëtojë një jetë njerëzore, ai është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Kush arrin të shpëtojë, të mbrojë një jetë, është sikur se t'i ketë dhënë jetë të gjithë njerëzimit. Është vetëm Zoti i madhëruar, me fuqinë, madhështinë e tij, ai i cili ka të drejtë në marrë shpirtin atëherë kur ai ka caktuar kohën dhe afatin e tij. Dhe kurse njeriu nuk mundet dot që t'i marrë jetën vetes së tij, apo t'i marrë jetën padrejtësisht dikujt tjetër. Sepse Islami e konsideron këtë akt si një gjuna prej gjunaheve të mëdha. E konsideron këtë rreptësisht të ndaluar,
Madje profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, sa i njeri cili i merr jetën vetës së tij me anë të një mjeti caktuar, do të dënohet në të, thot, ditën që do të dalë përpara Zotit të gjithësisë. Pra premton ndëshkim, premton një fund i cili është i keq për atë njeri i cili e çon veten dhe arrin deri në një gradë të caktuar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na tregon ngjarjen e një personi i cili kishte jetuar në popujt e mëparshëm. Ai ishte plagosur diku për shkak të dhimbjeve ose për shkak të shokut që psoi, ai preu dorën e tij dhe pas gjakderës së shumt, ai e mbylli jetën e tij. Dhe Zoti i gjithësisë me madhështinë e vet tha që robi im e përshpejtoi vdekjen e tij. Prandaj thot, unë e kam ndaluar parajsën, e kam ndaluar xhenetin për atë person i cili arrin që ta kryejë këtë akt. Ne sot nuk jemi këtu për të gjykuar thjesht të fenomen, apo për të gjykuar çdo person i cili e ka mbyllur jetën e tij nëpërmjet kësaj forme të rëndë dhe të dhimbshme. Por jemi këtu për të paraqitur se çfarë rëndësie i jep Islami jetës njerëzore. Se Allahu na krijoi neve për një qëllim, se çdo njeri që vjen në këtë botë ka një rëndësi të veçantë, ka një pozitë veçantë tek Zoti i gjithësisë, ka një mision dhe një qëllim për të përmbushur. E ku ka qëllim më të bukur se sa ai që thot Zoti në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë si kam krijuar, thot, gjindët dhe njerëzit veçse ata të më adhurojnë mua. Njeriu nëse nuk ka qëllim në jetën e tij, patjetër që do të kalojë mërzitje, patjetër që do të kalojë stres të vazhdueshëm, patjetër që mund të kalojë depresion dhe patjetër që mund të shkojë edhe në akte të tilla, të cilat janë të dënuara dhe aq të dhimbshme. Muslimani e di që Allahu xhallashanhu e vendosi kalif më këmbës mbi këtë tokë. I vendosëm juve në tokë, thot, që ju ta ndërtoni tokën, që ju të kontriboni për drejtësinë në këtë botë, kontriboni për paqen, kontriboni për drejtësinë sociale, të shuani, të zbusni plagë të ndryshme që ka shoqëria. Në qoftë se nuk i caktojmë vetes son një qëllim dhe një mision, atëherë njeriu mund përballet me fenomene të tilla si këto që ne përmendëm. Islami jo vetëm që dënon vetvrasjen si një akt rreptësisht i ndaluar dhe i dënuar tek Zoti i gjithësisë, por edhe kur momentin që njeriu mërzitet dhe lodhet nga vështirësitë e jetës, thot wala yatamanna ahadakumul maut li durrin nazala bih. Askush prej jush të mos kërkoj me ngul vdekjen për shkak të një fatkesie, për shkak të një sprove e cila e ka goditur atë. Wa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Dhe nëse e ndjen të domosdoshme që të kërkoj një mbështetje, një ndihmë nga Zoti i gjithësisë, të kërkoj një rrugëzgjidhje, atëherë çfarë thot? Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Thot, o Zot, më jep jetë për aq kohë sa jeta është e hajrit, është mirësi dhe është begati për mua. Besimtari sa më shumë vite të jetoj, do të thotë që do t'i mbush me vepra të mira, do të thotë që do të ketë një pozitë më të lartë tek Zoti i gjithësisë. Dhe nëse thotë, o Allah, më mundso të jetoj për aq kohë sa jeta është e mirë për mua, dhe më jep vdekjen kur vdekja të jetë më e mirë për mua. Ne e dim fort mirë që në këtë botë do të sprovohemi. Se askush nuk eci mbi sipërfaqen e tokës dhe nuk u përball me vështirësi, me smundje, me varfëri, me humbje të jetës së njerëzve të tij të afërm, me probleme ekonomike dhe probleme nga më të ndryshme. Allahu thotë wala nabluwannakum, pa dyshim që ne do t'ju sprovojmë juve. Është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, që t'ju provoj se cili prej jush do të bëj vepra më të mira. Kjo është një sprovë për gjithsecilin prej nesh.
Dhe njeriu nuk duhet të dorëzohet, të rrëzohet përballë sfidave dhe vështirësive. Ai duhet të përballojë ato me besim tek Allahu i madhëruar. Duhet të përballojë ato me mbështetje tek Zoti i gjithësisë. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kush i friksohet Allahut, Allahu do t'i jap atij rrugëzgjidhje. Besimi ndihmon që njeriu ti te kaloj vështirësitë e jetës, ti te kaloj provat e ndryshme që ai mund të përjetojë. Ndihmon që njeriu të luftojë stresin, të luftojë depresionin, të luftojë fenomene të ndryshme të cilat e kufizojnë atë në mënyrë të jashtëzakonshme. Kush i friksohet Allahut, Allahu do t'i jap atij rrugëzgjidhje. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dhe kush i mbështetet Allahut, Allahu do t'i mjaftoj ati. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pa dyshim që bashk me vështirësinë është edhe lehtësimi. Vërtet që bashk me vështirësinë është edhe lehtësimi, thot Zoti i gjithësisë. Asnjë sprovë, asnjë vështirësi nuk zgjat pafundësisht. Allahu e ka caktuar atë me një afat të përcaktuar nga ai. Dhe dijeni fort mirë që nëse njeriu e përballon atë me besim, duke i ruajtur kufit e Allahut, duke ardhur në xhami, duke falur namaz, duke u shoqëruar me njerëz të mirë, atëherë pas asaj sprove do të dalë më i fortë, do të dalë më i fituar. Në ato sprova, në ato vështirësi, njeriu duhet kthehet me lutje tek Allahu i madhëruar, siç thot në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë, lutmoni dhe unë do t'ju përgjigjem. E në fakt ne e ruajmë lutjen vetëm për disa momente të caktuara në jetën tonë. Ndërkohë që lutja duhet jetë një vepër e përditshme e besimtarit. Në çdo çast, në çdo moment duhet të kthehet me lutje tek Allahu i madhëruar. Të kërkojë ndihmë nga Zoti i gjithësisë. Allahu thot në surën Nisa ajeti 23: "Wala taqtulu anfusakum, inna Allaha kana bikum rahim." Mos e vrisni veten tuaj, sepse pa dyshim Allahu është i mëshirshëm me ju. Mos mendoni që ai është fundi, mos mendoni që ajo është zgjidhja e problemeve, sepse Zoti i gjithësisë është i mëshirshëm. Ai ka mundësi dhe fuqi që ju ndihmoj që ju ta tejkaloni atë vështirësi, ta tejkaloni atë problema të fatkeqësi me të cilën jeni duke u përballur. Ai është i mëshirshëm sepse dëshiron që t'ju fal juve. Si thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka vështirësi, nuk ka sëmundje, nuk ka mërzitje, nuk ka stres. Madje thot dhe gjembi që i ngulet në këmbë besimtarit, illa kaffara Allahu biha khataya. Përveç se Allahu me anë të këtyre sikleteve, sprovave, vështirësive, ja pastron besimtarit gjunahet dhe mëkatet që ka ai. Por nuk mjafton që ne vetëm të flasim për këto fenomene. Ne duhet të dimë që ky fenomen mund godas edhe njerëzit që janë besimtar, mund të preken nga stresi, nga depresioni, të cilat shpesh herë janë shkaktar që e çon njeriu deri në aktin e vetvrasjes. Por ajo që na jep shpresë është gjithmonë fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Kurohuni, shërohuni o njerëz, o robër të Allahut, sepse Allahu nuk ka zbritur ndonjë sëmundje, veç se ka zbritur bashkë me të edhe shërimin." Ju duhet kërkoni kurën, duhet kërkoni shërimin, ilaçin tek njerëzit e duhur. Si thot Zoti: "Fes'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Kur nuk dini, pyesni ata që dinë. Kur jeni duke kaluar ndonjë vështirësi, e cila lidhet me ndonjë çrregullim psikologjik apo shpirtëror, kërkoni ndihmë, mbështetje tek njerëzit kompetent, tek njerëzit e besueshëm, tek njerëzit e fushës, sepse ajo që tani më dihet nga gjithsecili për nesh, nga ato që kanë lexuar dhe ato që kanë dëgjuar, është se njerëzit të cilët arrin të kryejnë këtë lloj akti kaq të vështirë dhe kaq të dhimbshëm, pasoja kaq të rënda, kjo gjë nuk ndodh pa ndikimin e njerëzve të tjerë që rrethojnë, qoftë pozitivisht apo qoftë negativisht.
Sa e sa raste ka që parandalohen sepse dikush është aty pranë këtyre njerëzve, për t'i pyetur ata, për t'i ndihmuar ata, për t'i mbështetur ata, për t'i dhënë atyre kurajo, për t'i dëgjuar, për t'i kuptuar për hallin dhe për sikletin që kanë, për t'i afruar dhe për t'i bashkuar në ambiente të tilla, të bukura, të pastra, të bereqetshme, me njerëz të mirë, me njerëz që kërkojnë përmirësimin dhe pastrimin e vetes së tyre. E sa raste të tjera ka që ne thjesht i stigmatizojmë këta njerëz, e stigmatizojmë këtë lloj fenomeni, këtë lloj problemi, duke i quajtur këta njerëz ndoshta si njerëz të mangët, që nuk janë të denjë për të ndërtuar jetën e tyre, për të formuar familjen e tyre. Dhe kjo më pas na sjell pasoja katastrofale. Vëllezër dhe motra të nderuara, Islami i shëron këto probleme duke inkurajuar njeriu që ta shtojë besimin dhe mbështetjen e tij tek Zoti i gjithësisë, që ta jetojë jetën e tij mbi një qëllim dhe mbi synime të larta, duke synuar me anë të veprimeve dhe jetës së tij që të fitojë kënaqësinë e Allahut të madhëruar. Gjithashtu Islami na ngarkon me përgjegjësi, jo vetëm për jetën tonë, por edhe për jetën e njerëzve të tjerë, ku gjithsecili për nesh, në bazë të mundësive që ka, mund t'i parandaloj dhe mund t'i lehtësoj këto fenomena apo këto lukuri, duke qëndruar pranë njerëzve që ne kemi në familjet tona, duke qëndruar pranë shokëve dhe miqve tanë, pranë njerëzve të cilët i shohim që po shfaqin shenja izolimi nga shoqëria. Asnjë akt vetvrasje, siç tregojnë ekspertët, nuk ndos krejt papritmas. Njerëzit japin shumë shenja, madje shumë prej tyre i njoftojnë njerëzit që i besojnë apo i duan se janë drejt këtij akti, janë drejt këtij veprimi. Dhe shumë fatkeqësisht nuk do t'i marrin konsiderat këto shenja, do t'i marrin ato si të lehta, ndërkohë që Islami me mësimet e tij na tregon, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtarët thot, për sa i përket dashurisë, mëshirës dhe dëmshurisë që kanë ndaj njëri tjetrit, janë ka jasadil wahid, janë si një trup i vetë. Qofse lëndohet një pjesëtar i kësaj bashkësie, të gjithë duhen ta ndinë dhimbjen. Të gjithë duhet të kenë një lloj sensibilizimi, një lloj ndërgjegjësimi se çfarë po ndodh me këtë person, se çfarë po ndodh me një vllajën apo me një motrën tonë. Nuk është domosdoshmë mendojmë që këtyre njerëzve duhet t'i ofrojmë diçka ekonomike, diçka materiale, dhe duke marrë parasysh që ndoshta se kemi këtë mundësi, thjesht të bëjmë sikur nuk dim dhe sikur nuk kemi parë gjë. Përkundraz, njerëzit nuk kanë nevojë vetëm për anën materiale. Më shumë se sa kaq, njerëzit kanë nevojë për fjalë të mirë, kanë nevojë për interesim, kanë nevojë për njerëz që janë të gatshëm t'i dëgjojnë, t'i kuptojnë, të ulen me ta, të shoqërohen me ta, t'i afrojnë dhe t'i ndihmojnë që të kalojnë këto sfida. Pavarësisht se depresioni, për shembull, shkaktarët e tij janë të ndryshëm, qofshin këto biologjik, qofshin social, qofshin psikologjik apo shpirtëror, askush nga njerëzit nuk është i mbrojtur. Çdo njeri mund të preket, çdo njeri mund të rrezikohet një ditë nga diçka e caktuar. Prandaj Islami na fton që të jemi bashkë me njëri tjetrin, që të jemi një bashkësi e cila i ngjan një trupi të vetëm, e njerëzve të cilët përpiqen dhe interesohen për njëri tjetrin. Ndoshta në mendjet e gjithsecilit për nesh, në këto momente na vjen dikush tjetër, na vjen një person përveç vetes son, i cili na duket se nuk interesohet për tjerët, se nuk i mbështet të tjerët, nuk i ndihmon të tjerët. E pse të mos kthehemi nga vetja jon dhe të shtrojmë vetes pyetjen se unë çfarë roli kam në këtë mes? Se sa e kanë kuptuar unë fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se nuk ka besuar dikush për jush hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, derisa të dojë për vllajën apo për motrën e tij atë që dëshiron edhe për veten. Jeta është e shtrenjtë, është amanet i dhuruar nga Zoti i gjithësisë. Ndjehemi të lënduar nga ngjarje të ndryshme, të cilat kanë ndodhur edhe në qytetin që ne jetojmë, vetëm brenda muajve të fundit rreth 4 apo 5 ngjarje që janë pasqyruar në media, që njerëzit kanë mbyllur jetën e tyre në bazë të vetvrasjes. Por një lëndim tjetër është edhe heshtja e cila ka pllakosur këtë shoqëri, ku askush, institucionet përkatëse,
shkolla, institucionet të tjera që merren me çështjet sociale, me çështjet psikologjike, askush nuk ka ngritur zërin. Nuk ka folur dhe nuk i ka adresuar këto fenomene të cilat gjenden pranë shtëpisë dhe familjes së gjithsecilit prej nesh. Në qoftë se në një shoqëri rrezikohet nga një fenomen i caktuar, të gjithë ne duhet bëjmë bashkë, pavarësisht qasjeve, koncepteve dhe pozicioneve të ndryshme, që si t'i zbusim këto fenomene, t'i parandalojmë këto fenomene dhe të ndjejmë rrezikun e tyre. Elusim Zotin e gjithësisë që shoqërinë tonë, rinin tonë, njerëzit tanë, t'i ruaj nga probleme të tilla si anksi, si depresioni, si alkooli, si abuzimi me alkoolin, abuzimi me lëndët narkotike, me problematika të tjera, të cilat e çojnë njeriu drejt gjendjeve që janë shumë të vështira. Elusim Allahun xhelleshanuhu që përhap këtë mesazh, këtë fe kaq të bukur në shoqërinë ku ne jetojmë, në mënyrë që njerëzit gjejnë motivin dhe qëllimin për të jetuar. Elusim Zotin e gjithësisë ta forcojë besimin në zemrat tona, ta forcojë mbështetjen tek ai në zemrat tona. Na bëj Zoti i gjithësisë besimtar të cilët në momente të mira janë falëndërues dhe në momente të vështira tregojnë durim përballë asaj që ka caktuar Zoti i madhëruar, duke pritur shpërblimin prej Tij. Elusim Zotin e madhëruar të na falë, na mëshirojë gjithëve për gabimet dhe për gjunahet tona. Elusim Allahun që ashtu siç na ka bashkuar sot në këtë ditë begat, në këtë vend begat, ashtu të na bashkojë të falur e të mëshiruar në ditën që do dalim përpara Tij. Amin.